Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët sërish në kanal. Shpresoj të jeni duke kaluar një fillim nëntori plot qëllim dhe sukses. Jemi futur në javën finale të dominimit të thellë të Akrepit, por në fund të kësaj jave, bota jon astrologjike do të marrë dritën dhe optimizmin e shigjetarit. Ky kalim energjish nga data 17 deri në 23 nëntor, sjell një valë të fuqishme ndryshimi, duke na bërë të gjithëve gati për eksplorim dhe rritje. Në këtë video ne kemi një këshill thelbësore për secilën shenjë, e cila do t'ju ndihmojë të lëshoni të vjetrën dhe të përfitoni maksimalisht nga e reja. Uluni rehat dhe zbuloni se cili duhet të jetë fokusi juaj kryesor këtë javë. Qëndroni deri në fund ku do të flasim për 3 shenjat me shumë fat të javës. Le të fillojmë pa humbur kohë me parashikimet e detajuara. Këshilla astrologjike për çdo shenjë 17-23 nëntor, dashi. Këshilla kryesore, përfundoni çështjet financiare të përbashkëta. Kjo është java e fundit për të rregulluar taksat, borxhet, trashëgimit apo kredit. Përdoreni guximin tuaj për të adresuar këto tema pa frikë. Demi. Këshilla kryesore, shikoni përtej partneritetit. Kjo javë kërkon të merrni vendime përfundimtare për marrëdhëniet serioze. Pasi dielli të largohet nga Akrepi, do të fokusoheni te burimet e përbashkëta. Binjakët. Këshilla kryesore, pastroni tavolinën dhe sistemoni shëndetin. Mbyllni të gjitha detyrat e punës që kanë mbetur pa përfunduar. Ndryshoni ndonjë zakon të keq dhe investoni në shëndetin tuaj para se fokusi të kalojë te marrëdhëniet. Gaforia. Këshilla kryesore, shijoni frytet e kreativitetit. Kjo është java për të shijuar romancën dhe për të shfaqur talentin tuaj. Shfrytëzoni kohën për t'u argëtuar para se të fokusoheni te puna dhe rutina. Luani. Këshilla kryesore, gjeni stabilitet emocional në shtëpi. Përdoreni këtë javë për t'u ndjerë i sigurt në bazën tuaj. Zgjidhni çdo mosmarrëveshje familjare. Stabiliteti i brendshëm ju ndihmon të shkëlqeni javën tjetër. Virgjëresha. Këshilla kryesore, thoni gjërat me zë të lartë. Komunikoni qartë dhe në thellësi ndjenjat dhe idetë tuaja. Kjo javë është e shkëlqyer për të ndarë informacione të rëndësishme me vëllezërit, motrat ose fqinjet. Peshorja. Këshilla kryesore, fokus i fundit te paratë e fituara. Kërkoni një rritje page ose nënshkruani një kontratë fitimprurse. Përdoreni diplomacinë tuaj për të rritur vlerën tuaj të vetes. Akrepi. Këshilla kryesore, nisni ndryshimin personal. Jeni në fund të ciklit të fuqisë tuaj. Bëni hapat e fundit drejt transformimit të dëshiruar dhe vendosni qëllime të reja. Qëndroni aktiv dhe i fokusuar. Shigjetari. Këshilla kryesore, përgatituni për nisjen tuaj. Jeni në prag të sezonit të shigjetarit. Relaksohuni, pastroni mendjen dhe lini pas të gjitha pengesat e brendshme. Energjia e re po vjen me shpejtësi. Britsjapi. Këshilla kryesore, shfrytëzoni rrjetin tuaj social. Keni fat përmes miqve, grupeve dhe organizatave. Mos u izoloni. Bëni bashkëpunime që do t'ju ndihmojnë të arrini një qëllim afatgjat. Ujori. Këshilla kryesore, karriera juaj po lulëzon. Jeni në kulmin e suksesit profesional. Kjo javë mund të sjellë një promovim, një njohje të rëndësishme ose ndryshim të statusit. Përdoreni këtë vëmendje me mençuri. Peshqit. Këshilla kryesore, filloni të planifikoni udhëtimet ose studimet. Kjo javë ju favorizon në çështjet ligjore, eksplorimin e ideve të reja ose lidhjet me vende të huaja. Besojini instinktit tuaj për të zgjeruar horizontin. Cilat janë shenjat me fat përkete jave? 3 shenjat më me fat 17-23 nëntor 2025 1. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Për shigjetarin kjo javë shënon rilindjen. Me diellin që hyn në shenjën tuaj, rreth 22 nëntorit, ndiheni plot energji, optimizëm dhe frymëzim duke hequr peshën e javëve të fundit. Dashuria, rrezatoni optimizëm duke tërhequr vëmendjen e duhur. Të vetmuarit ka mundësi takimesh të reja plot entuziazëm. Lidhjet ekzistuese forcohen përmes planeve të reja të përbashkëta dhe aventurave. Punas paraja, fati vjen në formën e projekteve të reja ose mundësive për udhëtime biznesi. Është koha ideale për të shfaqur vizionin tuaj, pasi ju dëgjojnë me vëmendje. Financat përmirësohen si rezultat i vetëbesimit tuaj. Shëndeti, energjia është shumë e lartë, ndiheni të çliruar. Kujdes vetëm nga tendenca për të tejkaluar limitet në stërvitje apo aktivitete. Jeni plot optimizëm dhe shëndeti mendor është i shkëlqyer.
Këshilla kryesore, merrni iniciativa dhe shfrytëzoni çdo mundësi. Besojini dëshirës suaj të fortë për eksplorim dhe rritje personale. Fati ju ndjek në çdo gjë që lidhet me udhëtimet, zgjerimin dhe projektet ambicioze për të ardhmen. 2. Dashi 21 mars 19 prill. Dashi përfiton nga fokusimi i thellë financiar i Akrepit, duke gjetur zgjidhje për çështjet e parave të përbashkëta ose borxhet. Jeni strategjik dhe të fortë emocionalisht. Dashuria, intimiteti thellohet. Kjo javë është e shkëlqyer për të folur hapur për çështje serioze me partnerin, si PS. Financat dhe për të sjellë thellësi në marrëdhënie. Për beqarët, magnetizmi seksual dhe misteri është i lartë. Puna paraja, keni fat të madh në zgjidhjen e çështjeve financiare si kredi, rimbursime ose investime. Një borxh mund t'ju kthehet ose një burim i papritur parash mund të shfaqet në lidhje me burimet e të tjerëve. Shëndeti, energjia fizike është e mirë, por shërimi vjen në nivelin psikologjik. Eliminoni zakonet e këqija ose lidhjet toksike. Kujdes nga lodhja e kokës për shkak të mendimit të thellë. Këshilla kryesore. Përdorni guximin tuaj për të adresuar çështjet financiare apo emocionale që i keni shmangur. Mos lini asnjë tabu të pasgjidhur. Fati ju ndihmon të merrni vendime të mençura për financat dhe burimet e përbashkëta. 3. Luani 23 korrik 22 gusht. Luani gjen stabilitet dhe fuqi emocionale këtë javë. Një fokus te vendi ku jetoni sjell qetësi të madhe duke stabilizuar themelin tuaj jetësor. Dashuria, qetësia rikthehet në jetën tuaj. Lidhjet familjare dhe bashkëjetesa janë të favorizuara. Partneri ju ofron mbështetje të madhe emocionale, duke ju bërë të ndiheni të sigurt. Puna paraja, karriera është e qëndrueshme. Mundësit më të mira vijnë nga puna në shtëpi, pronat e patundshme ose bizneset familjare. Mund të merrni vendime fitimprurse në lidhje me shtëpinë. Financat nuk kanë luhatje të mëdha. Shëndeti, ndiheni të sigurt dhe të qetë, gjë që ndikon pozitivisht në shëndetin tuaj mendor. Përqendrohuni te aktivitetet çlodhëse që bëhen në ambient shtëpiak dhe te ushqimi i shëndetshëm. Këshilla kryesore, kërkoni sigurinë dhe paqen aty ku jetoni. Mos kërkoni vëmendje të jashtme, por fokusohuni te stabiliteti personal. Fati ju ndjek në gjithçka që lidhet me shtëpinë, familjen, pronat e paluajtshme dhe krijimin e një baze të fortë. Dhe këto ishin parashikimet dëhër këshillat kryesore strategjike që yjet kanë për ju këtë javë të fuqishme ndryshimi. Nëse keni ndier frymën e shigjetarit që po vjen, tani është momenti të merrni atë hap të guximshëm që keni pritur. Na tregoni në komente, cila ishte këshilla juaj kryesore dhe çfarë ndryshimi do të ndërmerrni para fundit të muajit? Dhe nëse dëshironi që yjet të vazhdojnë t'ju udhëheqin, klikoni subscribe dhe zilen që të jeni të parët që merrni horoskopin javor të ardhshëm. Bëni like që kjo video të shpërndahet e të gjithë ata që kanë nevojë për një shtytje pozitive këtë javë. Ju uroj një javë plot optimizëm dhe sukses. Shihemi në videon tjetër.